pari mban nisjen e orës demokratike. Këtë s'po dojmë ta kuptojmë disi. Po, vetëm si me gjithatë ka institucione. Edhe pafundësisht, zoti Kurti nuk mundet me shty deri në mars. Pra diçka do të ndodhë ndërkohë. Megjithatë, a mundet shkena politike e Kosovës, meqense mbetet propozimi, pra si mas ati vendimi 2014-s, i mbetet partisë së parë, pra partia që ka dalë e parë. Jo fituesi i zgjedhjeve, po fituesi relativ i zgjedhjeve, si thuhet vetëm. Ju me e votu kandidatën ose kandidatën e lëvizjes vetëvendosje dhe me lënë afatet me rrjedhë. Prandaj ato parti që thonë se du të rrjedhin afatet, le ta bëjnë një gjë të tillë, le të kjo thotë kërkojmë marrëveshje politike, ka është diferencë e madhe në orientime të gjendjes së tanishme. Nuk e besoj që na ndërlidhen. Ajo çfarë ju po elaboroni është qëndrim politik i partive tjera, dy partive opozitore ose tri sa janë ish opozitore. Po, dhe LDK mund të ndru këtë qëndrim. Nuk do ta ndroj qëndrimin sepse jemi për ndru qëndrime, jemi për të dhënë alternativa që kanë logjik, jo alternativa që nuk zgjedhin asgjë. Sepse mund zgjedhësh nën kryetarin e kuvendit, bllokohesh nën kryetar të kuvendit, të bllokohesh proceduralisht, më pasaj kryetari i kuvendit ta bllokojë edhe më tutje kuvendin. Pra, qëllimi i shumicës politike i ka përcjell çdo pengesë reale. Pra, këtë po du ta them. Po, le të themi kështu. Po pajtohemi për një moment, sepse pajtohemi që gjendja në Kosovë s'mund zgjidhet pa të parin, dhe askush ka shumicë politike në vend. Në rrethon të tillë ne kemi dalë me një propozim. Po them edhe një herë, nuk është më i miri propozim prej propozimeve që mund t'i ketë Kosova. Natyrisht se Kosovës më së miri do të bënte një shumicë demokratike, zgjedhur dhe burimore prej votës elektorale. Por matematikisht nuk është të mundur. Mund ndryshojë në ditën e vijim, mund ndryshojë në javën e vijim, fatkeqësisht mos mund ndryshojë edhe deri në mars 2026, kur kalon dhe koha e zgjedhjes së presidentit, kur në mënyrë automatike duhet shkojmë zgjedhje. Por për të ka përcyer këtë periudhë, pra këtë repeticion të takimeve pa prodhim, rezultat politik, të një qeverie që s'ka legitimitet, dhe me qëllim të krijimit të një uniteti nacional që e shun polarizimin e rënd, ne kemi thënë hajde të bëhemi bashkëgjith. Jo se duhemi me njëri tjetrin, jo se du të jemi në koalicion me juve, sepse po doja të isha në koalicion ose me ty do të kishim qeveri potencialisht deri më tani. Po as me ty, as me ty. Dhe mas njerin. Sepse s'kemi shumicë, s'du të punoj me juve, s'kemi shumicë me tjerët. Ne kemi propozuar një zgjidhje që s'është refuzuar rreth parë nga të gjithë, por që duket më tepër ka mbizotruar nevoja protagonizmit se sa logjika. Jo, vetëvendosja ka refuzuar. Pra, me njëherë ka qenë reagimi me njëherë, që madje ata thonë që është kthim në po mund të ketë kritika, por mund të ketë kritika. Çfarë kanë gjetë? Po, alternativa kësaj. Alternativa e këtij propozimi është shkuarja pa rezultat në këtë seancë 4 tetore. Le ta themi qartë, në një situatë ku të bëhemi gjithë bashkë, pa kryeministër politik, me një kryeministër të unitetit, që le të supozojmë se e gjejmë, se s'do të jetë fare lehtë. Po pasaj bëjmë një listë të pikave me cilat dakordohemi, bëjmë një agjendë politike. E kemi një afat me të cilën bëjmë një reset politik të skenës kosovare. Besoj se do të ishte përfituese edhe për skenën politike në vend, po edhe për Republikën e Kosovës në fazën që po shkon. Në këtë periudhë, një unitet i tillë, në cilën mirëm me vesh për këto pika, po mirëm me vesh për çështjet që duhet i trajtojmë. Le të janë 10 pika, asnjë më shumë. Dhe janë 10 sektorë ndryshëm me të cilat fokusohen, po fshin dhe politikën e jashtme. Le të trajtojmë gjitha problemet bashkë, me përgjegjësi të ndarë tek të gjithë, sepse nuk po mund të bëjmë ndryshe. Mirëm me vesh për një periudhë caktuar të unitetit e shkojmë në zgjedhjet e ardhshme kur do të bëhen që për shembull, ta vazhdojmë kështu logjikën. Pra, po supozojmë që u pranu bëhet një qeveri e tranzicionit që do të jetë deri në mars. Pra, pak a shumë periudhën kur i skadon mandati presidentes, sa diu në atëherë duhet edhe buxheti, pra bëhet çështja atëherë edhe çështja e buxhetit që s'ka etj. Pra, shkon deri në atë periudhë. Bëhen zgjedhjet në mars. Do të thonë 20 mars bëhen zgjedhjet dhe rezultati i njëjtë. Nuk e di tani, nuk e di. A me bashkëpunu prap? Jo, atash me bëu edhe një herë një qeveri tranzicionit për me shty deri në Njëre prej qëllimeve bazike të unitetit tonë kombëtar është dhe ulja polarizimit. Besoj që një periudhë e tillë 6-7 mujore, 8 mujore do të tolte, do të ishte një farfazë e emancipimi dhe riedukimi politik në Kosovë. Do të ishte një restart politik në vendin tonë. Përveç se i kryjm disa punë, e ulim dhe këtë gjutë madhe të urrëties që kemi ndaj njëri tjetrit, pa nevojshme, të parësyeshme. Parësyeshme, sinqerisht, sepse jemi në një vend shumë të vogël, me 1,5 milion banor, me 1,5 milion probleme tjera që i kemi. Dhe disi kemi ngjesur këto 4 tetor shfaqje e në, le themi, në polarizime shkaqshëm, pa fajin tonë,
pa fajin tonë, për shkak të një partie politike që besoj se duhet të reformohet. Po besoj që kjo periudhë 8 mujore i ndihmon të emancipohet politikisht. Vetëvendosjes. Patjetër. Ajo parti duhet të reformohet, nuk mund të vazhdoj me këtë gjuhë. Po nëse problemi është vetëvendosja dhe mos reformimi i saj, çka ju pengon juve me bashkëpunu me PDK-n për shembull, me AK-n, me Nismën dhe me ndërtu një shumicë të re e cila, pra pavarësisht se si thuhet që si ka marrë, pra shumica shqiptare është e këto parti, pra të PDK-ja, të LDK-ja, të AK-ja dhe Nismën. E para, Leo, nuk teknikisht është e pamundur një gjë e tillë, sepse prapë duhet i parim nisurën demokratike, përveç ose partitë vendosin që të dorëzohen, pra të kapërcejnë këtë pengesë të kryetarit të vendit dhe çdo pengesë tjetër që del, dhe të vinë deri te raundi i dytë i formimit të qeverisë.